përshëndetim këtu nga tregu i Stokut, e tha dhe ti paka shumë e tregova historinë e rënies së 3 dëshmorëve të Uqës, të fshatit Uq, të rënë 8 shkurt të vitit 1945, pra gjatë luftës së dytë botërore. Pra, sot do të bëjmë këto homazhe në përvjetorin e rënies së tyre dhe po shohim se pjesëmarrja është shumë qytetarëve nga komuna i Stokut, fytyra politike. Kemi edhe përfaqësues të familjes këtu që kanë ardhur për të shënuar këtë përvjetor të rënies së tyre, pra pikërisht me datën 8 shkurt të vitit 1945. Bajram Gashit, Ramaliz dhe Sali Ramës. Pjesëmarrja, thamë edhe herë, është qytetarëve. Po, tani ka filluar ceremonia e hedhjes së kurora këtu dhe fjalimeve që do të zhvillohen pas pak. Joftojmë 1 minutë nderim për herojtë e Uqës. Lavdi. Është kryesuesi i Kuvendit Komunal zotëri Elver Rogova, që në këto qaste sbashku me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Salin Imani, dhe përfaqësuesin e familjes Muzliaj, Adem Muzliaj, që hodhën kurora lulesh pranë përmendorës së ngritur në shajt e 3 dëshmorëve të shkollës të fshatit Uq. Nderuar pranishëm, familjar të herojve të Uqës, veteran të luftës e Uqekes dhe të luftave të mëparshme, jemi sot këtu me 8 shkurt për nderuar 3 herojt e Uqës, të cilët pikërisht me 8 shkurt 1945 ranë për të mos vdekur në mbrojtje të Shqipërisë natyrale, Shqipërisë etnike. I nderuar i kryesues, fjala për juve. Ju përshëndes të gjithëve, ju përshëndes në emër të kryetarit të komunës zotni Ilir Feratit, që sot për shkaqe objektive nuk mundet më qenë pranin tonë. Familjarë të herojve të Uqës, mirë se keni ardhur nga Shqipëria, na keni nderu edhe neve. Struktura politike, përgjegjës të Kuvendit Komunal të Stogut, ju banor të Uqës me rrethin, edhe të gjithë ju dashamirë që keni ardhur sot të nderoni këta 3 heroj të kombit. Pse themi 3 heroj të kombit? Sepse ideali i tyre, lufta e tyre nuk ishte vetëm një betejë, nuk ishte vetëm sakrifica që dhan jetën për liri, por ishte ideali i tyre për një Shqipëri natyrale, një Shqipëri etnike, që në farë mënyre jemi duke realizu në gjeneratat pas tyre për ata që e dhanë edhe jetën ata sot e 81 vite. Do t'i përkujtojmë gjithherë edhe përjetësisht, edhe ftoj të gjitha institucionet, spari, historianët, hulumtues, edhe të gjithë njerëzit të dëshirës mirë që të bëjnë hulumtime, të dokumentohen gjonat, edhe të jetë vepra e tyne heroike ma madhështore edhe ma e verifikume. Ju faleminderit. Për një fjalë rast i ftojmë Hoxhën Nizmedin Hoxhën. I nderuar kryesues i Kuvendit Komunal me bashkëpunëtor, të nderuar nipa dhe familjar të Bac Bajramit, të Bac Ramës, familja Muzliaj, për ata që nuk na njohin kështu,
neve na kanë thonë Sylaj, Mahalla Sylaj, edhe Muzlijaj, edhe Imeraj, edhe Hysena, edhe këtë ishim dikur Muzlijaj, do thotë jemi një trung, jemi një vëlla, sepse Syla ka qenë gjyshi gjithë neve, që baballar tonë e majnë men kur kanë qenë në një sofër. Unë për ata shumë mirë e tha kryesuesi, unë veç do të shtoj pak diçka. Me 8 shkurt 1945, në bjeshtë e Erebisë i Sogut, u shkrua me gjak një nga faqet më të dhimbshme dhe njëkohësisht më të ndritshme të rezistencës shqiptare në Kosovë. Në përballje të armatosur me forca slavo-partizane jugoslave, ranë dëshmor Bajram Gashi, si dhe Rama Alia bashkë me të birin Salihun. Kjo periudhë shënonte një nga momentet më të errta për popullin shqiptar të Kosovës. Pas përfundimit formal të luftës së dytë botërore, vendi nuk zoi liri, por u përball me ripushtim, represion, ndjekje dhe masakra, sidomos ndaj atyre që refuzuan nënshtrimin dhe mbrojtjen identitetin, tokën dhe dinjitetin kombëtar. Bajram Gashi dhe Rama Alia me djalin Salihun ishin pjesë e asaj rezistence të ndershme shqiptare, e cila zgjodhi rrugën e vështirë të qendresës, duke ditur se çmimi mund të jetë jeta. Ata nuk ranë rastisht, por ranë duke luftuar me armë në dorë, përballë një force shumë të madhe dhe më të organizuar. Rënia e babait me të birin është një dëshmi e rrallë prekse e sakrificës brez pas brezi. Ajo simbolizon jo vetëm trimërinë individuale, por edhe vazhdimsinë e qendresës shqiptare, ku dashuria për lirinë ishte më e madhe se frika nga vdekja. Për dekada me radhë, emra si këta u lanë në heshtje, sepse historia zyrtare u shkruan nga fituesit e kohës. Megjithatë, kujtesa popullore nuk i harroi kurrë. Sot, 81 vjet pas, ata qëndrojnë në ndërgjegjën kombëtare si dëshmor të kombit shqiptar dhe heronj të rezistencës anti-slavo-partizane. Përkujtimi i tyre nuk është vetëm nderim për të kaluarën, por edhe mësim për brezat e sotëm dhe të ardhshëm, se liria nuk dhurohet, por fitohet, se dinjiteti mbrohet me sakrificë dhe se gjaku i dëshmorëve është temel i qëndrueshmërisë sonë kombëtare. Lavdije përjetshme Bajram Gashit, Rama Alijës dhe Salihut dhe gjithë dëshmorëve brez pas brezi deri në luftën e fundit të dëshmorëve të mrekullueshëm të quaj, ku gjaku i tyre u bë fanar ndriçues për jetën dhe për lirinë, dhe kjo gjeneratë e fundit ja vuri lmes e përpjekje brez pas brezi të popullit tonë për liri e pavarësi. Ju faleminderit gjithëve dhe në emër të familjes Muzlija në këtë rast, edhe familjes Gashi që kanë ardhur nga Shqipëria, gjithëve ju falenderojnë, sepse derisa të ka shqiptar që nuk harrojnë, kjo do të mbetet në kujtesën tonë për jetë e mëtë. Ju falenderit gjithëve. Pas fjalimeve që u zhvillua këto, do të intervistojmë edhe nga familjarët e dëshmorëve. Shpresoj vetëm sa të përfundojmë me fotografi, do të jemi drejt për drejt me Molla Nexhmettin Hoxhaj. Hoxh, përshëndetje, jemi drejt për drejt në Radio Televizion Fontana në studio dhe mund të na prononcësh një prononcim të shkurt rreth 81 vjetuaj të rënies së tre dëshmorëve të fshatit Tuç. Po, vërtet kanë kalu 81 vjet të rënies së këtyre dëshmorëve, edhe të shumë dëshmorëve tjerë anë kanë këtij vendit tonë, por sot kemi ardhur ta përkujtojmë Ramalin e Uqës, i cili ka qenë kapitan i vullnetarëve të cilë kanë luftu së bashku nga Podgori, prej Sogërlës deri në Radavc, me bashkëluftar nga Rugova dhe nga Kejt Dugaxhini, maje, bjeshkën bjeshk, të kufinit
të shqiptarisë, duke mbrojt popullatën, duke mbrojt moralin, dinitetin shqiptar në përgjithësi, luftun dhe ran me idealin për bashkimin e trojave shqiptare. Është mirë që sot po I kujtojmë, sepse këta nuk kanë leju që të varrosen ashtu siç duhet me u varros, I kanë varros në fshehurazi. Këtu për populli ka majtë mend vendin ku I kanë varros. Dihet se ku I kanë pru këtu një stog, shumë njerëzi edhe I kanë pështy se ishte sistemi I asisojt, por ka pas edhe nga vetë serbët që kanë thonë, të mirë t'ju që po I pështyni e po I injoroni se si kur t'ishin gjallë këta, ju nuk do të vishit, jo këtu, por as nuk do të vishit rreth këtij vendit. Pra edhe ata disa kanë pas respekt se kanë ditë që po luftojnë me qëllim për vendin e vet, për popullin e vet, për gjithë ato, kanë ra në një betejë të pabarabartë, shumë partizan në anën e kundërt, këta tre kanë mbetë të ndam nga vullnetar tjerë, duke u munduar me I bashku kështu dhe kanë ra. Liria dën sakrificë, e sakrifica është gjaku, është mundi, janë gjithë ato, prandaj këta s'kan pas që ka me dhonë ma shumë se sa gjakun e tyre, se sa jetën e tyre. Bajrami ka qenë njeri I shkollum, unë ka njerë thamë, po Bajrami ka qenë koka edhe dora, ndërsa Rama ka qenë pushka, edhe Bajrami me pushë sigurisht, por ka qenë trupi që e ka mbrojt dijen, e ka mbrojt vendin, e ka mbrojt popullin, ka mbrojt gjithë ato, një bashkëdyzim I fuqishëm I kohës, Zoti I shpërblet me xhenet e neve inshallah si harrojmë. Falenderojmë shumë hoq. Bacizej do të mundohem që da intervistojmë edhe nga familja e dëshmorëve Hasan Muzliaj, vetëm sa të përfundoj me fotografit. Do të tentojmë që të marrim edhe disa prononcime edhe nga ai, sepse është pikërisht nga familja e këtyre dëshmorëve. Përshëndetje Baci Hasan, jemi drejt për drejt në studion e Radio Televizion të Fontana me Bacin Zej duke biseduar, a mund na thuash disa fjalë për këta tre dëshmorë të rënë, sepse kisha folë për të shtyr. Nuk mund se fryma shumë puna. Vetëm pak një prononcim të shkurt për ta. Po dhoj që unë të shem lodhës, mos e më konë, jëmë rritë për e në tyne, I di, thash, që shërkona ata. Ata, konë që shërkona ku edhe atë ku, mëdhimen kanë hjekesh në për mole, dhe këte e se orë të dheke. I shtirë. Do me thoni ke njoft që shë, për e në tyne më rritë. Ato ku posë Romën, si ajna ka rritë, ajna ka doshtë. Jëmë krenar se e kom pasë të shka, se konë komi I tonë. Konë punëtori I kombit këtë shqiptarë. Baci Hasan, ç'është e prit lajmin e rënies së tyre? Kur e kuptuat? E ke prit qashtu që shkollë, këtë shkollë pura. Kur e kanë pro të shkretën, tonë I kanë pro, pe I bjeshkët të saj, jëmë dalë, jëmë konë 8 vjeqa nënë, jëmë dalë. Ke po të shtremë ashtu. E nëna e Bajramit, Roba, ka me shpiti, pas e ra ftyrës, dhe jeni dek, dhe shpirti pas rahmet, hiç nuk po mërzita, mas e vdek për ata. Edhe I kanë morë gjenozët, I kanë pruqë, I sëgë, nuk kom fuqi me folë. Faleminderit shumë, Baci Hasan. Shumë faleminderit.